Ky mendimi që rri këtu... Jo, po ikin që se po devijot debatin. Brengeni, Berisha, s'na interesoj nuk thash Berisha, më. Po Berisha është parë, pjesën e parë, tani e keme Brengenin. Nuk dhash fakte. Më Berishën e do dhash fakte. Nuk e do Amerika dhe Britania. Shumë mirë. Do unë përgjigjem kene i gjë me shkollat e mbyllura. Unë nuk kam që personale me Berishën. A janë mbyll shkollat apo jo? Janë mbyll shkollat. Nuk e di, nuk kam. Nuk e di, do dalësh në terren. Po të dhash dakord me pa pas dieni. Ti nuk mund, unë nuk po të bëj gënjeshtar, po nuk them dot që kam dieni për këtë që thua. Unë po të jap dakord. Ka problematika si publike për këto që të lutem, ka këto dhe më keq. Ani të shoj pak të qasë si ka PD për integrimin. Tani një sekondë, nëse në kohën e Saliut që ka liberalizuar vizat e pa ja quaj si meritu në më gjithë drejt e botës, po një sekondë. Atëherë shqiptarët nuk ishin mundësi të jetonin dhe të shkolloheshin dhe të punonin, por gjetën alternativë ose mundësi me atë gjysë mundësie për të udhëtuar të lirë, të gjenin qoftë një kontrat pune, nuk e di, një bashkim familjar, ose një martesa, ku digjon, këto, se unë nuk i njofa skemat. Tani, në konceptin që mundësit ja dhanë këta, të kërkonin, si thuash, në formë jo shumë të ligjshme, si thuash, përmes mekanizmeve që i pranon të sistemi, që t'jetonin dhe të punonin një shtetit, dhe këtu s'ka si gjithë keqe, se të gjithë emigrojnë. Pra, se ne themi emigrojnë shqiptarët, pa tjetër, mund t'jenë kushtet më të qia, që këtu emigrojnë i qikë më shumë. Për shumë, po të gjithë njerëzit emigrojnë. Edhe në Amerikë, një Amerikan ndron nga i shtet tjetër. Një Italian shkon Kanada, duket Kanada e më mirë se Italia, një danez ku digjon se ku shkon tjetër. Kjo nuk bëhet fjalë se kush emigron. Ka situata emergjente në vëndin tonë që duhet ndryshojmë, po unë jam dakord për problematika, ta t'i adresojmë, po të thuash që nuk na duhet pasaporta, se po na ikin shqiptarët nëse su pëlqen Shqipëria dhe nuk ndjen rahat, nuk i përfaqësojnë qoftë partitë politike, nuk i përfaqësohen në asnjë lloj fushe tjetër, ndjen keq, nuk jemi ne që mund t'i ndalojmë. Por fakti t'i japësh pasaportën europiane, sipas koncepteve, që mund t'i bie dhe Oloni duke qenë parlament, se pastaj mund të jetë qeveria Berisha, që do i takojë 2030-ën në zem, 2029 që po këtë po them unë prapë. Ketë një ftesë nga BE-ja që hajde futuni ju të dikoni do. Unë i them jo, se Rama e ka shpopulluar. Are kjo ishte pyetja, pse Berisha ka këtë kompleks të thotë, po, ne do ta çojmë përpara procesit. Berisha nuk mbyllej ky debat. Berisha është me rusët pra ka dalë për. Jo, lutem, që mos ta bëjmë. Më burr tani si po vëm pikë pyetja do më çu Berisha venin në BE. Po se thot, po pse se thot? Do të thonë kjo më burr. Pse se thot, më vetëm sulmon procesin. Më gjej një më gjej avokat. Nuk e pranoj kalamajt e kopshtit. Më gjej një deklaratë të Berishës që ai të thot, po, deri këtu ka ecur procesi, do ta çojë përpara. Më gjej një deklaratë anti-europiane të Berishës. Ç'është histori? Jo, dakord. Na shohin po pse Rama e ka kap këtë si kartë dhe Berisha si përgjigje dot. Ka sa dush. Edhe anti-amerikane ka sa dush. Anti-amerikane. Po Berisha fut Shqipërinë NATO ti thua është kundër Amerikës. Ato ambasadorët që shatë Berisha ku ishin ato? Është pro-amerikanë më i madh në këtë vend. Si janë pro i Europës, por nuk janë pro i përfaqësuesve të Europës. Janë pro SBA-s, po janë kundër përfaqësuesve të SBA. Tani që ata flasin emër të BE-s së SBA-s, nuk flasin emër. Është një plagë e madhe, është popullimi i vendit, unë besoj që kjo patjetër janë shifra tjetër. Lautimin e bën sot. A duam ta zbukurojmë sa duash. Të themi lëvizje e lirë, të themi që shikoj se njerëzit mund të shkojnë aty ku ndihen më mirë, etj. Ku ta gjenim atë? Po. Janë shkretuar fshatra dhe qytete në këtë vend. Patjetër. Dhe nëse ne do të shikojmë këtë gjë, lutem, me Kutin ose me Macin vetëm të qendrës së Tiranës, ato 5-6 hektar, unë besoj që nuk i bëjmë asnjë lloj shërbimi vendit, për mendimin tim. Problemi nuk është këtu. Problemi është që absolutisht që besoj që të gjithë shqiptarët duan që e kanë pasur aspirat këtë ka 30 vjet. Madje kur themi që sepse Edi Rama thotë që unë një vit kam hapur negociat. Por më falni pse jetojmë këtu? Po leta ta mbarojmë. Më koto. Ora ky vend s'bën. Pse jeton këtu? Me lejo. Neve pse ti kandidon? Ky pse kandidon? Mirë pse kandidon? Unë pse punoj gazetar? Tu ka një problem shumë. Pse punon gazetar? Shiko, ka një problem shumë. Se po jetoni? Qasja që është që unë kam vetëm një vit që i kam hapur, po themi kapitujt e tjera, për mendimin tim është absolutisht thjesht për të hedhur syve. Ka 12 vjet o zotëri. Kush pse duhet prishtim 12 vjet për të arritur në këtë moment? Mund të ishte bërë shumë kohë përpara. Kush e pengon? E pengoi Berisha?
Po e ke ndjekur si proces avokat? Por çfarë kanë ndjekur, të lutem. Se edhe ky projekcion 2030, se ne do vinë me 2030 do themi përsëri që na duhet edhe 5 vjet të tjera. Do na duhet dhe një mandat tjetër, sepse nuk kemi arritur situacionin e Europës. Pa nuk është kështu, lutem. Është një plagë popullimit i vendit. Janë shkretuar